Në shumë raste, përplasjet mes grupeve dhe familjeve kanë pasur pasoja tragjike, duke shpërthyer në dhunë të armatosur dhe hakmarrje. Ngjarja e djeshme në Prizren është një tjetër shembull se si hasmëritë e vazhdueshme mund të shpërthejnë në dhunë. Kjo është vetëm një nga ato histori ku tensionet e vjetra mes dy grupeve, në këtë rast të familjes Hoxha dhe Shala, kanë çuar në një akt dhune të rëndë. Dy persona janë plagosur pas një shkëmbimi me armë zjarri rreth orës 22:50 në rrugën Ali Hadri. Fidan Tabaku dhe Veton Hoxha janë dërguar menjëherë për trajtim mjekësor, e që gjendja e tyre është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Ndërsa të dyshuarit për këtë incident janë Gabriel Shala, Egzon Reshani e Arlind Hoxha. Këta dyshohet se janë përfshirë në shkëmbimin e zjarrit që ka çuar në plagosjen e dy personave, e që pas ngjarjes të dyshuarit janë larguar menjëherë dhe tani ndodhen në Arrati. Ky incident ka ndodhur si pasojë e një historie të gjatë mes familjeve. Gjithçka nisi në janarin e vitit të kaluar, kur pati të shtëna në një pumë derivatesh te tranziti i ri në Prizren, ku ndaluan Altin dhe Arlind Hoxha, familjar mes vete, si dhe Fidan Tabaku. Sinjali kishte mësuar se në këtë rast ishte përfshirë edhe vëllau i Altinit Festimi. Ata kishin shtënë ndaj antarëve të familjes Shala. Tensionet mes këtyre dy grupeve vazhduan edhe në nëntorin e vitit të kaluar. Një antar i familjes Shala mbeti plagosur në të dy këmbët, e që duket se mbrëm të afërm të tij kanë marrë hak në antarët e familjes Hoxha, pavarësisht që tashmë kishte akuza të ngritura për disa nga individet e përfshirë, hakmarrjet mes tyre vazhdojnë. Pas incidentit mbrëm, policia ka kryer bastisje në disa lokacione që lidhen me të dyshuarit, por ata nuk janë gjetur dhe tashmë janë shpallur në kërkim. Hetimet po vazhdojnë në koordinim me prokurorinë e krimeve të rënda dhe rasti mbetet i hapur për zbardhjen e rrethanave të plota të ngjarjes. Çfarë është e sigurt është se ky konflikt i gjatë dhe i dhunshëm ka krijuar një rrezik të madh për sigurinë dhe stabilitetin e qytetit të Prizrenit.